Përshëndetje të dashur miq, jam këtu pranë jush për të komentuar dy hyrjet e fundit dhe një hyrje e cila nuk ndodhi. Edi ish miku i Gjestit tashmë, sepse Edi krijoi një lloj afrimiteti me Gjestin kur Gjesti doli nga shtëpia e Big Brotherit, pjesë përsëri në Big Brother VIP Kosova. Në fakt e pash Edin shumë entuziast, e pash Edin shumë pozitiv, e pash Edin shumë dinamik. Jam i bindur që brenda shtëpisë Big Brotherit do të krijoj loj. Banorët u trëmbën pak me thënë drejtën me hyrjen e Edit, sepse vjet ka qenë një personazh shumë i komentuar dhe një personazh shumë i dashur nga publiku. E kuptoj që fenomeni i këtij viti nga banorët që shoh do t'jetë Edi dhe Linda. Nuk e di pse Linda mendoj për atë naturalitetin e vet që ka, për humorin e saj që ka natyrisht nga shpirti, do me thënë, po që se ta vlerësojmë si Edona James që publiku e dashuruan, dhe Edin që e pa shumë energjik, shumë pozitiv dhe shumë glamur për të nisur këtë rrugtim. Unë uroj shumë sukses dhe me patjetër që do ta ndjekim vazhdim.